Po do hapen prapë. Marrë vesh. Ky Ledi është bërë gjigant fare. Nga që ka 23 vjetë që punon me mua dhe e ka marrë dorën, tani ferë më i gjumë, regullohet prapë, s'ka problem. Është i duruar. I duruar shumë, nuk ka si Ledi, është flori fare. Dhe jo. Një jetë tjetër... Njishi qik më shumë fokus. Si thelet jo? E kisha mikrofonin hapë. E fletçunave. Ere, o kulla, ore, t'i gjove ti këtë la, merdi i mesazh, të shumë interesant. Të thashtë të pjusni kullën, se ti du t'i dishto. Se nuk ja vlen të bëjmë live në emision, se nuk s'kemi të dhëna, e kupton? Më thonë, qanit lutem pyte kullën, më thonë, se kulla shkon shpesh në Itali, thot. Edhe po më thoshi, thot, sa njerëz e mi sot, më thot. Në aeroportin e Malpensës, Milano, shqiptarët kur arrin i fusin nga një hyrje tjetër, sepse konsiderojnë Rinasi në aeroport të pas sigurt. A është kulla ndjeni për këtë, thot? Jo, Rinasi është aeroporti i 5 të Italisë. Po pse i fusin nga një hyrje tjetër shqiptarët? Jo, unë kam qenë Malpensa shpesh kohë të fundit, nuk i fusin nga hyrje tjetër, por vazhdojmë jemi vend që jemi jo Schengen edhe jo MBE. Po ç'lidhje ka? Po s'ka lidhje, procedurat e sigurisë njësoj janë. Mo më thanë që është aeroporti. Jo. Aeroporti Tiranës sot është aeroporti i 5 të Italisë. Pra në një familje jemi kolonizuar, ne po nuk e dim. Nga kjo pikpamje, po. Mund të quajmë një koloni. Ne kemi fluturime nga aeroporti më jugor i Italisë që është në Komiso, përballë Tunizisë edhe përballë Maltës, në jug të Sicilisë, e deri në pikën më veriore të Italisë, domethënë. Deri nga kjo pikpamje dhe kemi shumë fluturime gjatë ditës. Nuk ka, domethënë, ne jemi... I kanë bërë kontrol ekstra prap me skaner kur arritën. Po, sigurisht që kontrolët do e bënë, sepse ne tash mos harrojmë që jemi vend që kemi atë famën e famshme të drogës, narkoshtetin. Kjo është tjetër gjë. 2 herë skaner, 2 herë. Mirë mbrëma, zonja zotërim, bëtë shumë mirë që erdhët dhe ne jemi këtu. Ora në këto momente është 14 minuta, ju mund të dihni këtë emision live të faqja sa për ju doli në ekran Zone Lirë Official në YouTube, për qefin tuaj. Këtë emision mund të dihni 24 orë në 24, edhe ju tjerët që pasi e shifni në ekran, doni të rishikoni në YouTube, e keni atje. Kjo është pjesa e para e këti emisioni, episodi ishte 1023, ja të nëzirë letë edhe një, 1023, 23 vjetë Zone Lirë, sezoni 2023, jam i lirë kullën sonte, jam mërkur, zakonisht jeni mësuar të shifni kullën të premteve, për e pasere kulla për angazhimet e veta duhet të lëvizit dhe nuk është premteve, kështu që këtë javë eri të mërkurën, kulla mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kulla në fakt kanë ngjarje interesante në për Shqipëri dhe në për botë. Unë do desha të filloj nga ngjarja, ndoshta ngjarja më e fundit, e cila nuk është kjo e krijimit po bëhet qeveria tani në Kosovë. Po, në këtë moment Albin Kurti po prezanton qeverinë në kuvendin e... Po para se të më thuash 2 fjalë për këtë, në 15 minutën e parë që kemi për këtë çështje, do desha që të më zbardhje pak kullak këtë fabulën këtu, që Ledi do e plas tani në ekran, është fabula e parë e emisionit. Ja shikoni. Alors on danse. Kulla. What the fuck? Ka praktikisht prokuroria e posaçme e krimeve të luftës, t'ja japim emrin siç e meriton, ose më mirë gjykata speciale, ka kërkuar burgim të përjetshëm për të 4 ata, sepse
nga 45 vjetë, ata janë të katër në një moshë, nëse do dënohen 45 vjetë dhe kanë praktikisht pa mundur të dalin gjallë nga jo gjykatë. Normalisht po. Tu nuk bëhet fjalë për një dënim sipas kodit penal të Kosovës, nuk bëhet fjalë as për një dënim sipas kodit penal që kanë pasur në Jugosllavi edhe nën Serbi, këtu bëhet fjalë për një dënim në këtë rast sui generis dhe të jashtëzakonshëm, dhe nëse prokuroria do arrijë që t'i mbajë në burg, do të thotë që ata në shkallë të parë praktikisht janë dënuar me burgim të përjetshëm. E kam ndjekur me kujdes edhe prokurorët 2 ditë, edhe sot mbrojtësin ligjor të zotit Thaçi, dhe mendoj që kjo gjë që u nis si një padrejtësi e madhe, vazhdoi si një padrejtësi e madhe, ka shumë gjasa që të mbyllet si një padrejtësi e madhe dhe ata të dënohen me burg. 45 vjetë për secilin i bie apo jo? Po, 45 vjetë për secilin. Si ka mundësi që prokuroria akuza kërkon fikse njëjtin numër vitesh dënimi për të katërt? Sepse i konteston të katrave të njëjtat vepra penale. Pra, vrasje... I akuzon për të katërt dhe për të njëjtat vepra penale. I akuzon, do të thuash, po. Konteston. E thash në italisht. Her pas herë vim fjalën. Okej, dakord. I akuzon për të njëjtat vepra penale, që në rastin konkret janë vrasje, janë tortura, ose më mirë e ashtu quajtur ndërmarrje përbashkët kriminale, që të thotë grup kriminal. Po, prokuroria që ajo zonja që lexoi pretensën, prokuroria. 2 prokurorë. Një nga ato pa shumë. Dhe çështja është që të 3 prokurorët që ishin sallë ishin 3. Ne po dënojmë ta individ caktuar për krimet që kanë bërë. Po jo, sepse janë duke i akuzuar jo vetëm për krime, po për ndërmarrjet përbashkët kriminale. Kështu që se e kanë këtë akuzë brenda? Po ajo është akuzë kryesore. Si për grup të strukturuar kriminal? Në PK, po. Ndërmarrje përbashkët. Seriozisht e ke? Po. Por më okullat, bëj një pyetje unë. Ti thua që janë çmendur komplet prokurorët e Hagës? Jo, unë nuk them që janë çmendur. U çmend klasa politike e Kosovës. Përfshi dhe një pjesë e klasës politike në Shqipëri. Kjo është teza jote që e përdor dhe në Shqipëri dhe në atjetër, është e njëjta gjë, që e botuan. Përfshi edhe që cilët e krijuan një mostër, të cilës po shohin sot, të cilës sot po shohin po i marrin faturën. Mirë, pra, e kuptova këtë unë, po ndërkohë, kulla pyetja ime është tjetër. Ajo prokurori është krijuar si projekt ruse dhe serbe dhe i aleatëve tyre që të zhbëjë shtetin e Kosovës dhe ajo gjykatë. Kështu që kjo është fatura. Po pra, po ti thua ta zhbëj me çdo lloj çmimi pra, se thua duke mos u bazuar fare në se thua vërtetësinë e provave që kanë? Shiko, e di çfarë unë kam parë provat dhe akuzat dhe ti e di që unë jam njëri që kam harxuar shumë kohë të jetës time në ato vite. Ato që janë kontestuar në gjykatë, një pjesë të dëshmitarëve e njohur e tjerë. Ato gjërat që thua. Janë mbi 100 dëshmitarë apo jo? Po pra po, çështja është pas 26 vitesh që ka përfunduar lufta, sepse ajo gjykatë u ngrit me një afat kohor hetimi, nga kjo ditë deri në atë ditë. Mbas 26 vitesh që ka përfunduar lufta, është praktikisht e pamundur që ti verifikosh 100% të atyre ngjarjeve. Është praktikisht e pamundur. Pra ti thua që këta po dënohen pa gjyqër praktikisht, po dënohen vetëm me disa dëshmi? Jo, unë them që këta po dënohen me një padrejtësi të krijuar me ligj nga vetë budallëku i tyre dhe kuvendit. Te e kuptova, e lëm atë pjesë. Provat që janë vënë në dispozicion gjykatës që do marrë vendim. Kërkuar 45 vjet burg për secilin kulla. Pyetja ime është e thjeshtë. Janë bazuar thjesht në dëshmitë e këtyre njerëzve, 100 dëshmitarëve? Jo, janë bazuar në dëshmi, janë bazuar në rrëfime, janë bazuar në intervista, janë bazuar në deklarata dhe janë bazuar në gjëra që është e pamundur pas 26 vitesh që për mbrojtjen. Po pse kërkojnë 45 vjet atëherë? Sepse i kërkojnë maksimumin, sepse projekti është që të identifikohet emri UÇK me organizatë terroriste, të identifikohen një pjesë e drejtuesve të UÇK-s me një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Edhe të identifikohen idiotët e dobishëm,
që duart trokisnin Amelika që ta kalojmë këtë se këtë gjykatë speciale dhe Evropa, ta kalojmë këtë gjykatë speciale dhe kjo është fatura tashmë. Që mos flasim me gjuhë diplomatike. Jo, Kjo është fatura. Dëgjoj mendimin tënd, po. Tu kanë qenë këta që janë opozit, këta që janë pushtet, ishin atak, madje ky që është pushtet mori dhe helikopterin shkoi atje, që ti mbushte mendjen, që ta kalonin gjykatën si një nga shërbimet më të mëdha që do t'i bënin Kosovën se rrezikoi bërja e shtetit Kosovë. Unë vë bast që kurrë OKB nuk do të kishte konsensus për të kaluar një gjykatë. Po, u bë dhe kjo është fatura sot, dhe shumë e rëndë. Unë shpresoj që gjykata të jetë aq e ftohtë dhe të jetë në atë nivel që të marrë vendimet në mënyrë të matur. Por kam druaj dhe kam bindjen që do të jetë shumë me vështirësi. Sa mund të uli gjykata, thotë? Qëse marrin Ne kemi rastin e Salim Mustafës, i cili u dënua 26 vjet në shkallë të parë. Nga një gjykatë speciale. Po, nga njëjta trup, nga njëjtë njerëz. U dënua me 27 vjet në shkallë të parë? 26 vjet shkallë të parë. Po, dhe në? Dhe mori një 18 në shkallë të dytë. Po? Dhe akuzohet vetëm për një rast. Akuzohet më zhvërtetuar që ka bërë një... E ka dënuar gjykata me kaq dhe akuzohet për një rast. Pra e ka dënuar për një rast vetëm, për një vrasje. Dënuar për një rast. Po, për një. Këta akuzohen për shumë raste. Kemi rastin e një... Po këta akuzohen që ka dhënë urdhra për të vrarë, jo se kanë vrarë vetë apo jo? Këta akuzohen që kanë dhënë urdhra dhe edhe që kanë vrarë jo me dorën e tyre, po që kanë... Pra, akuzohen për ndërmarrje për bashkët kriminale dhe akuzohen që janë vetë organizatorët e X vrasjeve. Dakord. Dhe këtu është problemi, sepse pas 26 vjetësh... Po këta dëshmitarët janë gjithë shqiptarë ku që kanë dëshmuar? Pjesa, jo, se janë gjithë shqiptarë, ka dhe sërb, ka dhe sërb dëshmitarë. Po shumica janë shqiptarë, më duket apo jo? Po problemi është... Dhe këto krime presuppozohet janë bërë gjatë luftës apo pas luftës? Është periudha nga marsi 98-ës deri në shtator të... Pra periudha kur është, do me thënë që ka ekzistuar UÇK-ja derisa vjen dhe krijohet TMK-ja, pra deri te 90 vjeçi, por në fakt ata janë zgjeruar dhe më tej dhe gjithë kjo filloi me një mashtrim nga Shqipëria me ashtu quajtur shtëpitë verdh, dhe për disa vepra penale akuzohen se i kanë bërë në territorin e Shqipërisë në periudhën 98. Po, ndërkohë shtëpia e verdh nuk është fare në akuzë, është hequr me kohë. Shtëpia e verdh ishte ishte grepi që këta idiotët e peshkuan. Që e bëri ajo, si kështë emrin ajo, thuaj, ajo e Tusja. Cala del Ponte. Cala del Ponte, një bashkë me atë tjetrin, si quaj tjetri ai. Me Dick Martin, me senatorin Dick Martin, senatorin zviceran. Problemi është se në Këshillin e Evropës ishte krijuar një koalicion nga Rusia dhe nga Serbia dhe nga aleatët e tyre që ata imponuan dhe e quan këtë deri në... Pra ti thua ka i kontekst politike gjitha kjo? Është gjitha politike, nuk e di. Tere Kulla, tani të bëj një pyetje, të lutem mundohet të ngrihesh pak, të harrosh për një moment që je shqiptar, zeje se je ku diun, suedez ose norvegjez. Qofse mundesh për një moment, sepse më duhet analiza jote tani e pa nga i këndvështrim tjetër. Kjo që po i ndodh sot fashit e shokëve të vet, me qiet edhe vet burg. A mund të themi Kulla që është një lloj homologimi me gjyqin që ju bën serbëve në gjykatën e Hagës, në gjykatën penale ndërkombëtare? Po, madje më shumë se aq. Të kujtohet sa, përveç Miloševićit i cili me sa u dënua, ai vdiq në burg? Miloševići vdiq në burg, Milutinovići, ata janë dënuar. U dënua Miloševići? Apo nuk arriti të dënoj? Nuk arriti të dënoj se vdiq në burg. Po ata të tjerët? Ata u dënuan gjithë. Me sa? E mbanë mund të vitë të burgut? Disa me burg përjetshëm, disa me 45 vjet, po janë dënuar gjithë shumë. Po pra, do të them pak a shumë është një lloj homologimi i dy gjykatave kjo. Homologimi i dy dënimeve dhe kërkesa për të identifikuar krimin shtetëror serb në 4 luftra me shtetin e ri të Kosovës, që thotë se ki parasysh Hashim Thaçi, përveç që ishte drejtuesi politik dhe kryetari i delegacionit në Rambuje, është edhe kryeministri që ka lexuar deklaratën e shpalljes së pavarësisë në 2008. Pra, si me thënë Ismail Qemalion, kupton? Qartë. Në këtë kontekst. Pra, është dënuar leadershipi politik dhe unë druaj se pas këtyre dënimeve do ketë arrestime të tjera, sepse qofse ata do të japin këto... Arrestime ku? Në Kosovë. Po, do shkojnë poshtë. Nëse ata do të japin këto për të vërteta dhe do japin dënime dhe do thonë që këto gjëra kanë ekzistuar,
pastaj ata do shkojnë dhe do godasin, do marrin qafë njerëz tjerë. Marrë vesh. Dhe kjo do jetë drama më e madhe, se ki parasysh Ti që e njeh mirë rajonin Kulla, problemi A është të se unë kujtohet jo vetëm kur- rajonin, unë njoh Jo, ti edhe njeh- këta njerëz. Ti njeh mirë edhe rajonin. Dëgjoj Arjanin. Po të pyes për një gjë tjetër, të lutem, sepse mbaroi koha e kësaj. Si ka reaguar për shembull, sepse unë shoh që në Shqipëri dhe në Kosovë sot është vështirë që të ketë ndonjë shqip folës që të thotë jo mos e në fundit Ka, do ta çoj njërin që po bën që është kështu një armë kështu. ka shqiptar dhe njerëz flasin shqip që janë, se thuash, që gëzon nga ky vendim i gjykatës? Jo gëzohen, po janë bërë pjesë akuzë, ta çoj njërin e ke aty. Po pse nuk e thua dot? Po me ke ty ta çova, e ke në edhe nxjerrë çoja Ledios që ta nxjerrë kështu me emër mbi emër, ka bërë dhe një media në Britani, edhe është bërë pjesë publikon gjithë këto akuzat false, gjithë është bërë pjesë e luftës. Se ta çova, e ke ty. E shoh, po, për të sa është njëri që për të parë, po e shoh, Raport. mbase nuk është mirë që t'ja nxjerrë me emrin. Po mirë, e ke, domethënë ta çova, domethënë. Ka sa dush nga këta që Se janë gjitha me zarar. me zor- Po, ky është i panjohur komplet apo jo? edhe ai si pa njohur s'është, po. Kjo tregon se ça. Ja, unë shoh që ky këtë shkrimin për shembull, skema e vrasjeve politike të Hashim Thachit, nëse ky flet për vrasje politike, Kulla. Po pra ky flet për vrasje politike. Vrasje politike. Po. Dakor. Pra, Më fal. justifikon Shkrimi i këtij krimet. Kulla, i këtij njeriu që e ka emrin që i fillon me V dhe mbi emrin me X, inicialet VX, është firmosur në bashkëpunim me Michael Shepard. Po sigurisht. Të Michael Shepard unë e kanë emër dëgjuar. Kush është ky Kulla? Po një gazetar britanik, po çështja është që nëse Ti më nise këtë, po ka dhe tjerë si ky? po ka dhe tjerë. Po ky tipi vetë për shembull, VX-ja nuk jeton në Kosovë. Jeton Në në Angli. Londër. A jeton në Londër. Po njerëz publik, se ky është thjesht një gazetar që mund ta bëj për Dhe ky arsye. është njëri publik, po ka dhe tjerë. Ka shumë njerëz që po fërkojnë duart Kosovës. Po, dani publikisht e thon. Ca dalin në mënyrë perfide, ca dalin hapur, po. Nuk kanë të drejtë ta thua ti ta shprehin këtë mendim Kulla. Jo, ata kanë drejt ta shprehin mendim, po tjetër gjë është mendimi dhe tjetër gjë është spionazhi ndërkombëtar kundër shtetit tënd dhe shpifja. Sepse ata po akuzojnë për vrasje gjëra, një nga ato çështjet që përmendaj aty, njerëzit janë gjykuar dhe dënuar në Kosovë pas lufte. Një ngjarje që ka ndodhur, që unë nuk do të hyj teknikisht se i kanë vënë rregull vetes që në mënyrë që mos marrin dhe mua ditë më çojnë si njëri për pengim drejtësisë, siç morën drejtan Goxha. Qartë. I kanë vënë vetes rregull që unë s'do përmend as emrat të dëshmitarësh, megjithëse unë njoh një pjesë atyre, të rrem edhe jo të rrem, edhe as rastin vete. O Kulla. Për shembull, një nga ato ngjarje është dënuar nga gjykatat e Kosovës. Dhe tani këta e riciklojnë si një vepër thotë që nuk është dënuar dhe nuk është zbuluar kurrë. Një nga ato që përmend autori aty, po ka edhe të tjerë. O Kulla, realisht Domethënë duhet ta bëjmë një ditë më të gjatë, flasim një orë. janë të kopët, ajo nga që gjyqin duket 15 me 18 mbaron apo do t'i japi vendimin. Jo, vendimi jepet në maj ose në qershor. Po 15 me 18 çfarë është? Janë tashi flasin flet mbrojtja e të akuzuarve. Ishte akuzat deri sot. Deri dje ishte, jo, sot filloi avokati i Thachit, pastaj Dhe të hënën që vjen është mbrojtja. ka filluar mbrojtja A sot. ka filluar mbrojtja. Dhe mbaron 18. Deri në 18 është mbrojtja. Dhe pastaj Dhe pastaj gjykata do tërhiqet dhe deri në momentin që merr vendimin dhe ta shpall vendimin. në maj thua ti, pritet nga maj. Dhe ndërkohë sot gjykata i zgjati periudhën e paraburgimit edhe një herë të paraburgosur për atë akuzuarve. Si e zgjatin ç'kuptim? Ja zgjati, është në janë paraburgim, ata pasi nuk mund të prishin kishin drejtën edhe kanë të drejtën që ndryshonin mas. Prandaj kërkoi Thaçi, i tha unë s'kam as ambicie politike as gjë. Po edhe ata ja zgjatën Nuk i lanë të dalë. Jo, nuk i lanë. Po ç'është kjo urrëtie e madhe më Kulla? Kush fshihet mbrapa? Serbia dhe Rusia dhe aleatët e tyre, cilët Pra Serbi, më fal, që ta kuptojmë thjesht njerëzit po na shohin. Ti thua segmentet caktuara ose më mirë. unë po them këta po dënohen dhe janë të akuzuar me vepra penale të fabrikuara nga Shërbimi Sekret Serb, nga Prokuroria e Serbisë Dhe gjithta, dhe ti thua, gjithta njerëzit atje prokurorët dhe gjykata që se i dënon janë komplet naiv, debil dhe nuk kuptojnë që fare që mund të jetë tash që janë naiv dhe debil, se naivët dhe debilat janë ata që e krijuan këtë gjë. Jo, po këta gjykatësi që do japi vendim në maj dhe prokurori që thot 45 vjet valla, janë komplet llosha nga trut, pra nuk kuptojnë që mund të ketë manipulim. Kjo është pyetja ime. Unë të them që ata po zbatojnë një strukturë gjykimi juridik të cilën
këta naivët dhe debilat që ti përmende, e kaluan në Parlamentin e Kosovës duke dhënë drejtën atyre që të furnizoshin dhe të merrnin informacione të profilizuara dhe të manipuluara më përpara, pikërisht nga shërbimi sekret serb dhe nga autoritetet e Serbisë. Atë po gjykojnë atë. Nuk thash që janë naiv dhe debila që nuk e dinë që po Ishte manipulojnë. retorike kjo time, pra. Ato dosje, ato dokumenta janë përgatitur Serbi dhe nga shteti i Serbisë. Kaq. Ore, digjo, që qëllimet mund të jenë të mbrapshme, unë e kuptoj. Jo, po edhe dosje teknikisht, Ka një akuzat. ligj, më fala, ka një ligj këtu ku këta bazohen për këto akuzat. Po, ka ligjin. Sipas Nenit Kaqe, Ka ligjin që aprovon këta budallet para 11 vitesh për të kriju këtë gjykatën e famshme të Serbisë në Kosovë me duart e një pjesë të faktorit. sa njerëzit që sot mund të jenë dëshpëruar në ky vendim në Shqipëri kulla? Se në Kosovë nuk e di, ti do ma thuash. Po se di unë, besoj që një pjesë e madhe njerëzve janë të dëshpëruar, po ka dhe një pjesë madhe njerëz që s'janë ndjen fare sepse edhe nuk e kuptojnë, nëse e parë kështu nga jashtë, unë kam parë edhe reagimet, për shembull janë reagime emocionale në publike, ose njerëz për shembull që dalin flasin nëpër studio dhe nuk kuptojnë asgjë se s'kan lexuar ndonjëherë as akuzat. Kulla, para se ta mbyllim, jam kurioz ta di. Në çfarë viti u dënuan këta serbët që dolën në gjykatë të Hagës? Ta janë dënuar në vitet 2000, Në vitet 2000. Pra i thon para, sa i bie? Para 20 vitesh. 20 vitesh. Jo, më shumë. 20, aq 20. Mbas vitet 2000, nga vitet 2000 deri në vitin Nga sot janë 2010. 26 vjet. Deri në 2010. Për Kosovën, se për Kosovën. Bosnjën kanë qenë dënuar Jo, më për parë. Kosovën flas. Për Kosovën, po. Jo, Unë them që- jo, pyetja ime është kjo, se s'kemi kohë, kulla, dëgjoj Arianin, pyetja ime është kjo. A mendon që kjo situatë ku tani ka filluar, se thuash, ku është fut emocionin në mes, që shqiptarët në përgjithësi, pavarësisht se ti the ka dhe emra që po fërkojnë duart, ka dhe njerëz po fërkojnë duart në Shqipëri, dhe në Kosovë ndoshta. Po pyetja ime është, a mund të themi që kjo situatë që po përjetojnë sot shqiptaria, kjo është fjalë e tmerrshme, në fakt po unë dua ta them për ta përmbledhur. Shqiptaria, a është e njëjta situatë si ajo që përjetonin serbët në kohën që u dënuan liderat e tyre? Është më keq se serbët i bën 4 luftra. Është më keq. Këtu është çartallosja e një klase politike dhe një grupi dirigjent njerëzish, sepse me gjykata speciale u shkatëruan praktikisht u shkatëruan puna dhe gjaku dhe vepra e një populli të tërë që bëri rezistencë, nga rezistenca paqësore në 89-ën deri në 10 vjeçare deri në përfundimin e luftës në 89-ën. Dhe kjo gjë do të ngelet si njollë sepse është bërë me votim. Të gjithë ata që kanë pas kurajon, Arjen Çani, të thonin, ato fjalë që thonin 10 vite përpara, dhe thonin që është tradhti kombëtare po su votu gjykata speciale, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Përveç Kudo Albin që Kurtit, jetë? ishte i vetmi që ishte koherent. Albin Kurti, Ishte po s'ka kundër. qenë i vetëm, se kam qenë unë, ka pas e Jo, njerëz. unë them njerëz politiko. Të gjithë ata që kanë thënë, po edhe nga media, edhe gazetarë, nga këta që bëjnë sikur janë patriotë mëdhenj, kuptoni? Edhe këta kanë qenë aty. Të gjithë këta që bëjnë sot sikur i dhimbsen ata që në atje, këta duhet të kenë turp dalin publik, sepse do t'i nxjerrin njerëzit çka kanë thënë 10 e 11 vite përpara. Kështu që tani dalin dhe bëjnë kështu sikur po i dhën barku dhe Pse s'na i thua troshkulla? sepse janë akoma Jo, pse s'na i thua troshkulla? do vi koha, çan, Jo, do dalin dënimet. Pasi dalin dënimet do t'i them. Jo. Me emra mbi emra. Pse s'na i thua troshkulla? Pse u arrestua Thaqin të vërtet? Hashimi? Hashimi është arrestuar sepse Hashimi ka bërë gabimin më të madh që mund të bënte një politikan, ra në kurthin që i ngritën duke i thënë ç'keti bëjmë marrëveshje për ndryshimin e kufive dhe prano Ballkanin e hapur, pra projekte për ulu me Serbinë dhe do marrë çmimin Nobel ti dhe Vučići, pra dhe dikush tjetër në atë Grack, edhe hyri në një rrugë pa kthim. Dhe u tregu shumë naiv. Dhe jo rastisht e ndaluan teksa po shkonte të hipte në avion për shku në Amerikë. Më fal, ku e ndaluan teksa po shkonte? Në Gjermani. Ishte Po në bënte Frankfurt, tranziti. pra, ishte në Frankfurt. Po, Gjermani. E thanë zbrit pak. Policia gjermane. Jo, më dhanë komunikimin e një urdhër arresti ndërkombëtar, nuk ishte ata që ishin aty, thamë, zbrit. Dhe ju kthyen në Kosovë dhe pastaj nga atje shkoi atje. Prandaj po paguan një faturë, çështja është nuk po paguan ai, po paguajnë familjarët e atij, po paguajnë familjarët e të tjerëve, familjarët e atyre që janë në Kosovë që mund të rrezikohen. Pra,
Po paguan Kosova, de facto. Po shqiptarët që janë vrarë gjatë kohës, ju QK-ja ishte aty... Ky është gabim... Për ata viktima, mendon njerëz? Ky është gabimi, jo, nuk, ky është gabimi tjetër. Apo s'duhet mendojnë fare për ata, nuk janë njerëz? Ja ta them unë. Ta them unë edhe, po ta japun përgjigje. Një nga gabimet më të mëdha që ka bërë Kosova, që është Kosova? po pra Kosova. Kush është Kosovë? Shteti i Kosovës, më burr. Kur? Po ta përsëris po ta them me data. Një nga gabimet më të mëdha që ka bërë Kosova, që pas themelimit të Shtetit të Kosovës 2008, pra pavarësisë Kosovës, dhe pas daljes së vendimit të gjykatës ndërkombëtare në 2010 për njohjen e pavarësisë Kosovës si shembull sui generis, pra vendimi i gjykatës ndërkombëtare në 2010, Kosova dhe institucionet e Kosovës, prokuroria, policia, shërbimi i Kosovës, e kanë pasur të mundshme që të gjitha këto raste që diskutohen në gjykat, të hetoheshin dhe të gjykoheshin nga institucionet e Kosovës brenda Kosovës. Nëse do të ishin dënuar të gjitha ata njerëz që akuzohen për vrasjen e atyre njerëzve që thotë shqiptarët në këtë rast, ata janë vrarë realisht, kurse është nuk do të kishin pasur nevojë, po sigurisht të çdo krim dhe çdo vrasje tetohet edhe sot, por nuk do të kishin pas nevojë për gjykatë speciale. Dhe kjo është përgjegjësia më e madhe e klasës politike dhe institucionet të Kosovës, që me naivitet të madh i lanë ato, mund t'i kishin hetuar dhe gjykuar vetë ato dosje, dhe sot s'do kishin pas. Dinë sa është numri i tyre shqiptarëve të vrarë? Nuk flitet për më shumë se 300 raste dhune, vrasje të supozuar e tjerë. Të supozuar apo të vërteta kulla? Po them akuzat tash, derisa është akuzë, derisa s'janë dënuar, kemi supozim. Jo, po njerëzit dihen që janë vrarë, se janë familjarë që dëshmojnë. Arjan, derisa kemi akuzë, nuk kemi dënim përfundimtar. Kur të kemi dënim përfundimtar, kemi një të vërtetë. Por e mora vetë, nuk thash kush i ka vrarë, thash dihet që janë vrarë. Po ka njerëz të vrarë, të zhdukur. Po pra, ka dhe intriga, po tani unë po të them me përgjegjësi shumë të madhe, që nëse gjykatat e Kosovës dhe prokuroria e Kosovës pas 2010 do t'i kishin hetuar dhe gjykuar secilin nga ato raste, sot nuk do kishte pasur nevojë për këtë që po flasim, sepse do ishin dënuar në Kosovë, do kishin bërë burgun në Kosovë, një pjesë do kishin dalë dhe familjet do të kishin, e atyre që janë vrarë, do kishin marrë edhe ata drejtsinë e munguar. Ti thot do ishin kënaqur familjet nga ato dënime do ishin bërë në nivel të ulët në Kosovë në atë kohë. Jo, do ishin bërë në nivel të ulët. Se ti mendon që mund dënojë Thaçi me këta tjerë me Veseli me. Kodi penal i Kosovës ka parashikuar dhe ka dhënë dënime shumë të larta në Kosovë, edhe në shkuar. Po jo në nivel presidenti dhe kryetar parlamenti apo? Shiko, Hashimi është bërë president shumë më vonë. Dhe nuk po flasim. Pra, unë po them që ky ka qenë gabimi më i madh politik. Sa mund të ulet gjykata, sipas më jep një parashikim? Nga 45 për secilin? Sa mund të ulet? Nëse gjykata mund të mos ulet fare, mund ta lëvë aq. Nëse gjykata i njeh prokurorisë këtë ekskluzivitet dhe këtë lloj arsyetimi, unë mendoj që gjykata do t'i japi secilit nga 26 vjet, siç ndodhi në rastin e Sali Mustafës Sali. 26 prapë janë shumë apo jo për ata personazhe? Sigurisht janë shumë. Se ata janë të vjetër, mor sa janë tani? Jo, Jakubi është më i vjetër, këta tjerët janë 50 nga 50 deri në 60. Se Thaçi thash, nuk është bërë 60. Diku aty, domethënë, nuk është shumë më i madh. Hashimi duhet. Nëse po i bie Hashimi është 4 ose 5 vjet më i madh. Pastaj këta do të apelojnë me siguri apo jo? Po sigurisht është apeli, nuk është apeli. Po apeli pastaj vonon prap. Po mund zgjasë edhe një vit, domethënë. Por unë shpresoj që gjykata të jetë kaq e ftohtë sa që t'i vërë pikat mbi. Por sigurisht që është një moment shumë delikat për historinë e kombit shqip. Ku do e bëjmë burgun kulla dhe a do i quhen këto vite që kanë bërë? Po sigurisht para burgimit quhet. Ku do e bëjmë burgun? Po besoj në Hag. Nëse dënohen në Hag. Në Hag do e bëjmë. Po. Nuk kanë drejt ta bëjmë Prishtinë për shkak. Kjo është një nga budallëqet e tjera, sepse u themelua që kjo është gjykata e Kosovës, nuk ka asnjë simbol të shtetit të Kosovës aty. Dhe ja dhanë drejtën që të shkojnë atje në vend që mund ta bënin në Kosovë. Ja, kjo është një nga pikat që ti sapo e përmendet. Qartë. Ledio. Ikim Dorelan plak. Super brand i papar italian. Ulje çmimesh përfitoni deri në fund të shkurtit. Dorelani është perl, sepse ju shpëton nga dhimbjet e qafës, të kurizit, të mesit, duhet ndryshoni dy shek, zënja zotrinj. Atje u gjeni gjithçka që ka bëj me gjumin, ë? S'po i futem detajeve, gjithçka ka bëj me i dhom gjumi. Por mbi të gjitha mos harroni, cilësia
e gjumit është shumë e rëndësishme. Mos e nënvlerësoni sepse do hani dynjan. Me qëra fjala, Dorelani është një brand, super brand italian, ndërkombëtar në mbi 55 shtete, mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Tali di prezzo, dhe në 50% të putje çmimesh. Dyshek për sportistë, për dhimbje mesi, qafe, reati maksimale. Nëse nuk pëlqen produkti ti mund ta kthesh pas një muaji, marr një muaj e kthen dhe të kthen lekët mbrapshe, pa para pa dëgjuar, s'ka për ndodhur. Dorelani e gjeni ose te -1 këtu te Tegu, ose te rruga Vajzë Ball Deliorgjit, ose te qendra tregtare Prestige Home në autostradë kilometri 12, Dormire Bene, Vivere Medio, thot Dorelani. Shkurti është muaj perfekt për të investuar në gjumin tënd. Ne rikthehemi pas pak me Ilir Kullën në studio zonja Zotrin. Kemi aktualitetet të tjera, l'actualité est trop chargée en ce moment, trop. Rimi mbrëma toksor, edhe në këtë pjesë të dytë të emisionit, ora është 10:33 për 2, pjesa e dytë. Ndiqni emisionin live në YouTube për qefin tuaj, atje do e keni gjatë gjithë kohës, mbrapa këtij emisionit, pas orës 11. Jam Ilir Kullu në studio, po lexoj disa nga mesazhet që ju keni dërguar, sigurisht ju thash që ju kam thënë gjithmonë që duhet të bëni pyetje. Çani pyet pa Kullën, kujdes Kulla do përgjigjet për çdo gjë përveç se atyre që kam unë interes, se për çështje kohe. Thimo Jançe thot, Çani pyet pa Kullën, këto mesazhe që po dërgojnë europianët dhe ambasadat amerikane thot për korrupsionin në Shqipëri se ka mundësi që bien në vesh shurdhër. Ç'thot shejtani i shishes? Ç'thot shejtani i shishes? Më thot Thimo Jançe. S'ka nevojë përgjigje se ka dhënë Kulla. Kur del shejtani nga shisha dhe kur përdron kadius të bën dermanas. Azotis Azot. bën. Klevis Dragoti thot, pyet Kullën, mos është ndonjë prokuror i çështjes aty në Hag ka origjinë hebreje? S'ka lidhje fare. S'ka lidhje fare. Grand Master thot, a mund shfrytëzohet ky vendim nga aktorë rajonal apo global për të riformsuar narrativin politike dhe pozicionin strategjik Ballkan? S'ka lidhje. Amiz Raliaj thot, po nëse Albin Kurti e delegjitimon gjykatën, a ka mundësi që ata të lirohen dhe akuzat bjerë? Se ka më të mundur. Pse? Pse vendimet dalin, gjykata është aty. Giulio thot, Çani pyet pa Kullën, nëse dënohen, ku vuhet dënimi? Ja kthej e tham, po, këtë gjykata e ka kryer Kosova, e tham, atje në Hag. Çani pyet pa Kullën, aja ka ullë rëndësin, a pyet pa Kullën, a dani shqiptar të toksori i zakonshëm, të dani shqiptar në fajlet Epstein, thot, aja ka ullë kjo rëndësin Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, fakti që nuk dalin? Do të dilnin që të bëj, që të kishe një lloj reklama, publiciteti domosdoshmë. Si jemi kaq të rëndësishëm, si jemi vend i vogël, mos ku bëjmë. Talent Palla shkruan, o Çani kur e ke në vesh në shkra do flesh. Majtas. Kam dhe dhimbje qafe sot, majtas do flë prak. Eno Kolesi thot, Çani pyet pa Kullën, a shpallet UÇK organizat terroriste nëse këta dënohen? Ai është synimi i Serbisë. Behari thot, shpërteti Arjan pyet Ilirin, pse gjykata speciale nuk dënon krime serbe të kryera në Kosovë për merret me ish kryerat e UÇK-s? A është kjo një drejtësi selektive? Është bërë, pa janë bërë ato, janë dënuar. Klevis Dragoti thot, pyet Kullën, me çfarë provash flet për pafajësinë e tyre? Mos ndoshta ka qenë Kulla pjesëtar në luftën e UÇK-s? Kjo është një gjë që do ta shpjegojmë një herë tjetër. Sigurisht jam njëri që kam jetuar nga afër ato kohë. Po pra, ti bile atje ishën ato kohë? Po gjithkohës. Te Hotel Grand i rije më shumë.
Brapa luftës po. Mbrapa luftës, po. Ilira Smuqa thot, është fatkeqësi të shohësh që të gjitha ata po kafshohen nga ajo krijesë ndërtuar nga ata vetë, deri dje ishte një klysh i vogël dhe sot është bërë një bish që po kafshon dorën që e ushqeu. Dhe fatkeqësia akoma e madhe është, bosa të gjatë ke bërë orti mik. O Ilira, ke bërë shumë të gjatë. Gazmeti thot, mund të pyesësh Kullën, nëse kjo gjë pas 25 vjetësh, nesër kjo gjë pas 25 vjetësh, a mund t'i ndodh edhe Zelenskit? Po jo, mos e besoj. Zelenskin mund të shkatrojnë forma tjera, po jo në këtu dhe. Dritan Gjoni thot, përshëndetje Çani, pyete Kullën, a ka dini se kush i vriste në vitet 98-99 funksionarët politikë të LDK-s deri gazetarët dhe kundërshtar politik? Ky është një argument tjetër dhe kjo është arsyeja pse unë them që këtë punë duhet ta kishin bërë prokuroria dhe gjykatat e Kosovës pas 2008-s. Qartë, eksploruesi thot Çani, pyete Kullën, kur do flas në një ditë hapur për çdo gjë? E ke krijuar të mister tani, ha Kulla? Genti thot Çani mi mbrëma, ore pyete Kullën, që ka të shenjë në faqe, thot, se ja shoh shpesh dhe më bën shumë kuriozitet. Shëje mistershme shumë. E ka nga lindja, thot? Jo, se kam nga lindja. Po nuk thot më shumë se nga e ka. Nuk e thua Kulla, ha? Se kam nga lindja. Shenje bukur shumë ajo, qa perle është e shenjë. Delta Force shkruan, pyete pa Kullën, nëse NATO e konsideronte luftë të drejtë, si shpjegoj që dëshmia e generalit Wesley Clark nuk pati pesh në vendim? Në këtë proces, cilat janë lobet apo interesat ndërkombëtare që mund të jenë duke përplasur? S'ka akoma vendim, kështu që Clarku dhe disa zyrtarë tjerë u thirrën disa nga akuzat dhe disa nga mbrojtja, por nuk ka vendim. Kur të ketë vendim do shohim për çfarë flitet. Kjo është akuza që bën këto. Fino Baçi shkot në mbrëma Çani, sa reale janë shanset që në të ardhmen dhe nëse dënohen politika e lartë botërore të ndikojë që ata të lirohen, po vetë shteti apo populli i Kosovës kanë gjë në dorë për fatin e këtyre sot, çfarë mund të ishte diçka e fuqishme që mund ndodhte që ata të mos dënohen? Thot Fibonacci. Vetmja gjë që mos dënohen është që gjykata të ngrihet mbi nivelin e akuzave politike dhe të japë drejtësi. Miri Bardhi thot, pyetje pa Kullën, Çani, a ka shanse të ndryj Grenelli? A ka shanse të ndryj Grenelli, thot, me administratën Trump për të influencuar dhe gjykata e Hagës? Kjo ka qenë një nga naivitetet e shqiptarëve në kohën që Grenelli ishte ambasadori i SBA-s në Gjermani. Qa perle. Grenelli ti e di që është një nga mbështetësit më të mëdhenj të Ramsit në këto momente në Shqipëri. Ka vite. Grenelli është lobist i dashur Çani dhe si lobist i suksesshëm ai është lobist edhe në Serbi, edhe në Maqedoni, në Kosovë, ka punën e vet, nuk mund të akuzojmë njerëzit që janë punë vet. Tjetër muhabet. Çiko, Kissingeri ka thënë një gjë shumë të bukur, Çan. It's just business. It's just business. Ka thënë një gjë shumë të bukur. Në diplomaci dhe në politik nuk është faji atij që gënjen, po i atij që beson. Fiks. Kissingeri e ka thënë? Pa. Brillant. Patjetër. E me gjitha fjala, gjithë ju që mendoni tani se kanë ndërkombëtarë që po i bien që duan të rrezojnë Ramsin, mos u bëni naiv, duan të rrezojnë Grenellin. Thjesht do të ndryshuar klientët, është kaq e thjeshtë. Zese se thash. Elton Kurti thot, pyete Kullën, po bosnjakët ose kroatët janë gjykuar për krime lufte me Serbinë? Po. Giulia thot, përshëndetje Çani, pyete pa Kullën, me që Kosova e miratoi gjykatën, a mund t'i shfuqizoj ligjet dhe të heqin fare gjykatë? E tham të gjë, jo. Me brëma Çani thot Lady, si ka mundësi që përderisa propagandohet që Shqipëria është forcuar në arenën ndërkombëtare dhe respektohet me një rezultat të tillë që është më i rëndësishëm se vetë futja në BE, apo si gjithmonë një mashtrim i madh? Dini pak dhe jashtë temës, çudi e madhe. Dhe ta mbyll me Dhimojanin, me që ka emër ortodoks. Dhimojani thot, pyete pa Kullën Çan, apo bën Rama një ndryshim gjeopolitik nga sultani i Istanbul tek mbreti i Jeruzalemit? Çfarë perle Dhimojani. E para një herë që ai në Jeruzalem nuk është mbret. Dhe Me ka simbolikisht. Në Jeruzalem, Rama po përpiqet të bëjë një lojë ekuilibrash një kohë shumë të vështirë dhe deri tani nuk është se ja ka dalë pa sukses, por nuk kam bindjen që kjo gjë do të japë efekt në çështjet e brendshme. Pra nëse mendohet që lojrat e jashtme do të japin suksesin në çështjet e brendshme, besoj që ky është naiviteti. Këtë naivitet përdoret edhe Hashim me mendjen që për shkak të rëndësisë madhe gjeopolitike që kishte si personalitet, si president, për vendin që përdoret e tjerë,
Kjo gjë do ta shpëtonte nga ajo gjë që po istise, nga kjo pëlhura e Penelopës që quhet gjykat speciale. Qartë. Kështu që Okej, gjëra ndryshe. me Dhimojanin e mbyllëm. Plas fabullën tjetër, Ledio. Prandaj edhe unë të përmenda pëlhurën e Penelopës, se ishte Dhimojani. Bravo, kulla. Bëjmë një xhiro para fabulës tjetër. Bëjmë një xhiro. Po. Ke edhe dy xhiro.